E di kush problemi themelor në Shqipëri? Vetëm suplement kreatina për të bërë muskë. Është kjo që di unë një gjë shumë të mirë. Jo, fjalia kryesore është që shkatërron njerëzit një tjetër. Dhe kështu do të ndryren Erodinës, fjalia është kjo. Kam përdorur një ilaç shumë të mirë. Mere. Po jemi mjetë në gjithë. Kjo është fjalia më magjike në Shqipëri, është një ilaç shumë i mirë. Më bëri punë mua. Po derisa ajo ka rënë fitimin në produkte që shesin normale që do t'i japin. Më bëri punë, Rodina. Këto janë mëndësira, pra temi është e vërtet që prej më shumë se gati 2 dekadash, po krijohet një lloj mëndësie, një lloj kulture, e cila po është përfshirë edhe vendi ynë dhe jemi përfshirë dhe ne, edhe popullata jonë dhe shoqëria jonë. Të një fokus drejt imazhit të këtyre zgjidhjeve të shpejta, magjike dhe për të eksploruar, eksperimentuar gjitha këto gjërat e reja. Por nuk kemi nevojë për alternativa për të dobësuar dhe për të dukur bukur. Qenia njerëzore ka nevojë për të ndjerë mirë, për të kërkuar, për të kërkuar metoda për të ndjerë mirë. Kjo është fokusi, kjo është fokusi. Këtë do mi bëj prapë. Unë bëj asi të rishë hasi e mirë. Ne luftojmë për t'i hequr ato kile, dhe pastaj i heqim kilet, varemi dhe shkojmë ke doktori plastik për të mbushur, unë këtë diskordancë nuk e kuptoj fare. Çfarë të mbushër? Fare se kuptoj unë. Në më thënë, edhe bie, edhe do të mbushesh. Se ishte një vajzë që më tha, dëgjoj, unë do bie, tha me muzharën, tha. Edhe do shkoj pastaj, do t'i bëj vap një të ngritur gjoksit. Edhe do më thënë, ku di unë që kuptimi ka jo, të ngritur e kishte, sepse do e ngrinte prapu, nuk e di do më thënë. Jemi në demokracisë. Do të shikojnë në qelli. Jo në toka. Pasën nuar të drejtat të... I kemi të mirat. Mesazhi kemi kërkuar nga të ftuarit të japin një mesazh ekstra, ose për temën, ose jashtë temës, si të duhet. Kur abuzon me lënë steroide, zemra ka një muskull aty që quhet miokard, është muskulli kryesor i zemrës. Dhe nëse pra mund të merren shumë steroide, ose lënë që për muskuj, ç'a bën? Ekziston një dëmtim në zemër që quhet hipertrofia kardiake. Pra ky muskuli i zemrës nëse bëmet, nuk kthehet dot më pas. Kështu quhet hipertrofia kardiake. Në zonat të tjera ka efektin e kundërt, nuk ka hipertrofi. Okej, jemi në mesazh. Rudina, mesazhin tënd. Okej.